Në shtëpinë e Big Brotherit, ku fjalët shpesh peshohen dhe heshtjet interpretohen, trupi bëhet gjuhë. Çdo lëvizje, çdo gjest, çdo hap merr kuptim më të madh se vetë qëllimi i tij fillestar. Një kërcim që jashtë do të ishte thjesht argëtim, brenda shtëpisë shndërrohet në sinjal, provokim apo sfidë. Pikërisht në këtë kontekst ndodhi momenti mes Albës dhe Limit, ku një vallëzim i lirë u lexua si diçka shumë më tepër, vallëzimi, liri apo provokim, Alba, gjatë kërcimit, nuk po mbante fjalim. Ajo po lëvizte. Dhe lëvizja e saj ishte e sigurt, ritmike, pa ndrojtje. Ishte shprehje e një trupi që nuk kërkon leje për të ekzistuar. Por në sytë e të tjerëve, sidomos të Limit, ky vallëzim nuk u përjetua si neutral. Në Big Brother, ku çdo gjest shihet përmes filtrit të tensionit emocional, vallëzimi i Albës u lexua si provokim, edhe pse nuk ka prova se ishte i tillë në qëllim. Ky është paradoksi i mjediseve të mbyllura. Qëllimi humbet rëndësinë, ndërsa perceptimi bëhet realitet. Limi, kur impulsi fiton mbi arsyen, reagimi i Limit nuk ishte thjesht estetik apo i çastit. Ai ishte i ngarkuar emocionalisht. Në atë moment, Limi nuk po shite vetëm një kërcim, ai po përjetonte një përplasje mes dëshirës, impulsit dhe mungesës së vetë kontrollit. Kjo nuk është diçka e rrallë në ambiente të tilla. Izolimi, mungesa e privatësisë, konkurrenca dhe presioni i vazhdueshëm i kamerave e bëjnë mendjen më të ndjeshme ndaj stimulit. Dhe kur mendja nuk arrin ta filtrojë reagimin, trupi dhe emocionet marrin drejtimin, por është e rëndësishme të theksohet, reagimi i fortë emocional i Limit nuk është përgjegjësi e Albës. Trupi i tjetrit nuk është kurrë fajtor për atë që ndodh në mendjen tonë. Trupi i gruas dhe interpretimi mashkullor. Shoqëria shpesh e vendos trupin e gruas në një pozitë paradoksale, i lirë për t'u parë, por i kufizuar për t'u kuptuar. Kur Alba kërcen, ajo shpreh veten. Por në sytë e një burri që tashmë është emocionalisht i tensionuar. Kjo shprehje kthehet në nxitje. Ky është një problem më i gjerë se një episod televiziv. Është mënyra se si dëshira mashkullore projekton kuptime mbi trupin femëror, shpesh pa pyetur për qëllimin apo ndjenjat e gruas. Limi çmendet, jo sepse Alba bën diçka të gabuar, por sepse ai nuk arrin të menaxhojë reagimin e vet të brendshëm. Kamera si katalizator, në jetën reale, një reagim i tillë mund të mbetej privat. Në Big Brother, gjithçka amplifikohet. Kamera nuk fal. Ajo e kthen një moment personal në temë publike, një ndjenjë të brendshme në debat shoqëror. Limi, i vetëdijshëm se po shihej, ndoshta e humbi edhe më shumë kontrollin. Sepse në Big Brother nuk lufton vetëm me ndjenjat, por edhe me imazhin që po krijon për publikun. Alba, qetësia përballë interpretimeve, ajo që bie në sy është se Alba nuk ndryshon sjellje. Ajo vazhdon të jetë vetvetja. Dhe kjo qetësi e saj është një formë fuqie. Ajo nuk ndalon së kërcyeri sepse dikush nuk di të menaxhojë emocionet e veta. Ajo nuk kërkon falje për ekzistencën e trupit të saj. Në këtë kuptim, Alba bëhet simboli një qëndrimi modern. Liria personale nuk negociohet për rehatit të tjetrit, konflikti i pashprehur, edhe pse nuk pati përplasje direkte në atë moment. Tensioni mbeti në ajër. Ky është lloji më i rrezikshëm i konfliktit, ai që nuk artikulohet, por grumbullohet. Reagimi i Limit nuk u shndërrua në fjalë, por u mbajt brenda, duke krijuar një ngarkesë që mund të shpërthejë më vonë. Big Brother është i mbushur me këto momente të vogla që duken të padëmshme, por që ndërtojnë narrativën e madhe të shpërthimeve të mëvonshme.